Mirëmbrëma të dashur shikues. Ky është emisioni i fundit në kanalin Okult për këtë sezon. Do të rikthehemi në shtator. E mbyllim prapë me podcastin Konspiracion. I ftuari në person është Florian Haçka, një personazh mjaft i njohur, i mirë njohur, do duhet kisha thënë, si një aktivist qytetar në emër të asaj që quhet Diaspora e Lirë për Shqipërinë. Ai është bashkëthemelues dhe bashkëkryetar aktual i kësaj organizate, e cila duhet thënë se ka bërë betejë të suksesshme në vitet e fundit, ndër të cilat kryesorja ajo për votën e emigrantëve. Diaspora e Lirë për Shqipërinë vazhdon të mbetet një avokat i drejtave të shqiptarëve, duke kërkuar drejtësi, duke çuar padinë në gjykatën kushtetuese, jo vetëm për të drejtat që janë ekskluzivisht të emigrantëve, pra të diasporës, po të gjithë shqiptarëve. Me të do të bisedoj sot për protestën aktuale, për rolin që mund të luajë diaspora, për perspektivën që mund të ketë vendi ynë i dashur Shqipëria, sigurisht duke bashkuar fuqitë e ne që jemi këtu dhe atyre që janë jashtë. Flori Haçka, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Jemi në podcast, nuk kemi protokolle të tepërta, nuk kemi etiketa të tepërta, kështu që në vazhdim do të thras Flori. Më thritë dhe ti Kaçi dhe jemi në rregull. Edhe për Kaç. Gëzohem. Ta fillojmë me njëherë me protestën. Patjetër. Protesta i mbushi 2 muaj, 60 ditë. Diaspora e ka mbështetur, ka pasur kulminacionet e veta protesta pikërisht kur kanë ardhur shqiptarët nga diaspora me makina, sigurisht një pjesë për të shfrytzuar edhe udhëtimet planifikuara, po besoj që një pjesë e madhe ka ardhur enkas për protestën. Ti vetë me sa shoh, me sa të ndjek nga rrjetet sociale, nuk le rast kur vjen në Tiranë pa marrë pjesë në protestë, në të gjitha protestat, edhe përpara parlamentit të kam parë. Patjetër. Cili duhet ishte roli i diasporës në këtë situatë që po kalon Shqipëria? Faleminderit që më dhe zënë në serinë e fundit të podcastit, shumë kënaqësi dhe unë kam respekt për ty dhe të ndjek gjithkohës. Për sa i përket protestave, unë duhet ta filloj pak më herët, ndoshta vetëm shkurt, që tek protesta e teatrit kam pas nderin tim edhe me ju aty, madje ti jam një nga qendrëstarët, dhe që atëherë është parë dhuna e pushtetit që ka ardhur në rritje. Për sa i përket protestës, kjo tani më në gjykimin tim s'është mas protestës, një lloj qendrese, sepse dita e 60 ka bë vaki në Shqipëri, jo, po dhe në vende të tjera ballkanike jo, ka gjatë, kështu që është diçka për të mbështetur. Unë jo vetëm që nuk humb rast ta humb, po dhe në kulmin e udhëtimeve të punës që vetë isha shumë i lodhur, rastisi denuncia thaj ditej do shkojnë protesta se spodrori do të më, ndërkohë që kam pas gjithmonë si kontrapedal. Jo, e kam pas si kontrapedal. Po tani e ke bërë si tani kur më shkruajti tash patjetër që do shkojmë, edhe rastisa që isha aty, tani kam ardhur ekstra, sot jam këtu për të qenë ditën e 60 saj, çdo mbështetje duhet t'ia jap me aq sa mundem. Ti përmende protestën në mbrojtje të teatrit kombëtar dhe me sa kujtoj unë, nisma juaj për të themeluar këtë organizatë është marrë në 20 maj, pikërisht ditën kur teatri u shemb. Në 17 maj, më fal. Po ngatrova vitin, 17 maj të 2020. Po. Pse? Shiko, unë jam çfarë ndjeva të ditë, çfarë mendove? Do të them unë çfarë kam ndjerë atë ditë. Unë jam i djalë që jam rrit tek ajo zonë. Pra mua aty ku hëngrëm sprein edhe dhunën policore tani tek parlamenti me 28, mu te rrugicë te fundi shkollë pedagogjike, unë aty jam lindur dhe jam rritur. Dhe teatri kombëtar nuk ishte vetëm një trashëgimi kombëtare, por ishte një qendresë e bukur qytetare, gjë që i mungonte Shqipërisë, që ishte për një kohë gjatë, prandaj edhe unë isha bashkuar dhe mbështesja. Dhe atë ditë kur u shëmb, mënyrën se si u shëmb, kam qarë me thënë drejtën si fëmijë kur jam çu dhe ka qenë hera e parë që djali im i vogël më thot babi çka ke qiqan, se shepani herë shu. Bëra atë videon online atëherë që thjesht po shpreha mllefin tim dhe ajo video pati shumë rezonancë tek njerëzit. Që bëm thirrje, hajde bashkohemi, t'japim një zë shqiptarëve që angazhohen në Shqipëri dhe çfarë bëri më shumë përshtypje që njerëzit që shkruanin me qindra njerëz, kjo shtresa e mesme që ne njohim shumë qytetar miq tan që thonë aman flisni ju se ne nuk flasim dot. Pra ishte një grup ju që flisni tek teatri qendrëstar, po ishin njerëz të tjerë që thonë nuk flasim dot dhe na vinte habin 2020-ën që ishte ky realitet, por ky është realitet dhe ne e shohim dhe sot me intimidimet, me gjërat që po bëhen. Kështu që këtu jemi. Pra, që atë ditë bëm këtë thirrje, pati shumë rezonancë, pandemia na lehtësoi sepse bëm shumë takime online dhe lëvizja që se atëherë jeton dhe aktivizohet për shumë kauza të ndryshme. Me që e përmendëm shembin e teatrit, unë për vete nuk jam ndier kurrë më keq në jetë. Jam ndier totalisht i pafuqishëm. Mendova që jetoja në një vend ku vullneti im nuk ishte kurrë fare rëndësie as për statistikë. Edhe më dukej sikur ato ruspat që godistin kolonat e teatrit, sikur po më godistin mua me shpulla dhe po më thoshin edhe po më qeshtin madje. Idiot, ja, kjo është e gjitha çfarë bëre, kaq arrite, ul kokën edhe shko. Vazhdo rrugën. Fatmirësisht ti se ke ul kokën, as ne dhe gjithë njerëzit që kanë qenë, një pjesë e madhe që kanë qenë aty vazhdojnë. Pra, kjo është për t'i treguar dhe këtij regjimi që ne aty jemi, të luftojmë aq sa të mundemi. Se çfarë do arrim pastaj është një punë tjetër dhe këtu vetëm shkurt për lëvizjen, kur kriju lëvizja,
gjithë morën vrrullë, se ishim njerëz që snifeshim me njëri tjetrin shumica. Do bëjmë këtë, do bëjmë ata dhe shifnë ore, i theon prisi se nuk është kaq kollaj me ndryshu gjëra në Shqipëri. Pra, i ula ato pretendimet dhe arritëm në një konsens që thamë, hajde luftojmë për një gjë të paktën, ta çojmë nga A-ja te Z-ja, të realizojmë diçka për t'i treguar dhe njerëzve, po dhe qeverisë që njerëzit kur bashkohen fitojnë. Dhe kjo ishte vota e diasporës, që zgjodhëm atë mënyrën ligjore se si ta bënim. Se kur hapesh shumë dhe nuk arrin asnjë gjë, e demoralizohesh, siç e theti. Betejë e fundit ligjore me sa di unë është padia për pagesën në favor të Kanye West nga qeveria që u bën në shkelje të procedurës. Patjetër, ajo është futur në rend dite nga gjykata kushtetuese, nuk e mbaj mend ende, nuk reagoi ashtu siç ne donim, sepse kjo ishte rëndësisë veçantë dhe shpejtësisë veçantë, jo që nuk reaguan. Po dhe DHL-ja patëm një diskutim që na thonë s'po e gjejmë të gjykatën kushtetuese, ku është Shqipëri, ku është adresa. I thonë ne po talleni, si ti thuash ku është kryeministria, ti japësh po them numrin gabim, thotë s'po e gjejmë këtë ndërtesën. Pra, kishte diçka shumë çuditshme në këtë mes. Megjithatë e kanë marrë sipas gjithë procedurave, unë shpresoj ta procedojnë të paktën të jetë një mësim për herë të tjera që mos ta bëjnë më. Të shpresojmë, se ka nevojë vërtet Shqipëria për të vendosur standarde. Po kemi edhe një më të rëndësishme në fund të kur ishte në dhjetor, që ishte përkundër ligjit për barazinë gjinore, që edhe aty kemi bërë një padisë shumë të fortë në gjykatën kushtetuese, bashkë me 2-3 organizata të tjera, që dhe atë ende s'kemi është futur pra në renditës, po trajtohet, por ende nuk kemi datën se kur do shkojmë ta mbrojmë si çështje. Është edhe koalicioni i Projetës në Po, është koalicioni i Projetës, duhet komuniteti musliman dhe këtu patëm edhe diskutime brenda lëvizjes sepse kemi njerëz që janë dhe më liberalë, thanë ç'pun keni, s'është çështja joni, thamë ne kemi në statut të mbrojmë për të drejtat e shqiptarëve. Dhe për sa kohë një pakic i imponohet shumicës shqiptarëve, me çfarë do lloj ligji, me çfarë do lloj mënyre, ne mendojmë se jemi në drejtën tonë të ngrejmë një padi dhe fakti që ne u pranuan si padi tregon që edhe kjo shkon krahas statutit ton, pra është krejt në rregull që ne ta bëjmë këtë lloj padie. Pra, diaspora e lirë për Shqipërinë bashkëpunon me komunitetin musliman, me organizatat krishtera, pa asnjë paragjykim për një qëllim të përbashkët. A mund të rrihet një sintezë e tillë në këtë protestën aktuale? Se aty ka korrente të ndryshme politike dhe ideologjike. De facto në shesh është arrit. Pra njerëzit që mblidhen aty në shesh janë rryma të ndryshme, janë ideologji të ndryshme dhe janë gjithë aty për ditë. Pra fitoria që po ngrihen kundra qeverisë është aty, është ashiqare, por mungon ajo, pra nëse do më thuash a do kishte një entitet politik që mund të dali përbashkues nga kjo, mund të bëhet, por është jashtë masë vështirë sepse ti e di vetë sa rryma ka aty brenda dhe sa vështirë është ti bësh shqiptarët bashkë. Nëse pyet mua, unë do doja të kishte më shumë se sa një subjekt politik që del nga kjo protest. Unë mendoj që gjithë klasa politike në Shqipëri e ka kryer misionin e vet, nuk pres asgjë nga asnjëra prej partive që përfaqësohen në parlament dhe ideale do ishte të kishim 3 parti të reja. Një të qendrës, një të majtë dhe një të djathtë që mbështesin kërkesat e protestës dhe mundësisht e zhvendosin këtë klasë politike jashtë dyrave të parlamentit. E kthejnë atje ku duhet. Patjetër. Në origjinë. Shumë dakord me ty, ne kemi demokracinë direkte që mungon në çdo aspekt të jetës tonë, pra nuk e kemi për ta thënë ndryshe. Dhe unë vi nga një vend ku demokracia direkte jetohet për ditë, që është Zvicra, kam këtë fat që t'jem atje. Por jemi larg atij modeli fatkeqësisë sepse ne kur nuk patëm një ndarje nga diktatura, kur nuk patëm një ndarje nga komunizmi në mentalitet dhe në mënyrë të bërë gjërave. Një nga arsyet pse profili im ka qenë për shumë kohë i bllokuar nga Facebooku ka qenë sepse unë kam bërë një thirrje për atë që thash, nga që nuk ndodhi ajo që ndodhi Ceaușescu në Rumani, këta nuk kanë frikë nga populli, bëjnë çfarë duan dhe që atëherë u futat e konsiderohesh që ke bërë thirrje për dhunë. Patjetër. Ka thirrur ndonjë OPG këtu në Shqipëri? Jo, asnjë gjë. Po ti ai ke pasaportën shqiptare? E kam pasaportën. Po je subjekt. Le të vi. Mua më thirrën. Po. Më thirrën për një status në Facebook. Seriozisht? Që po, dhe që normalisht unë e konsideroj status të qartë kundër dhunës. Status ishte një fjali e vetme që unë thoja kush kërkon po mund të pish lirisht. Prandaj mi podcast që të pi ujë kur të na duhet. Jo, mos pyet fare. Në status ishte vetëm një fjali që thoja kush kërkon kryengritje të dhunësve nuk ka nevojë ta thotë. Po. Të marri pushkën të japi shembullin. Po. Ishte për këta heronjt të thonjza që improvizohen në rrjetet sociale ndonjëherë edhe ndonjë cep rrugën në Tiranë bëjnë si heronj, po kur turma i shkon nga mbrapa ata nuk janë më aty. Dhe për këtë më thirrën në është interesante, ne jetojmë në diktaturë digjitale, kjo është qartësisht në jo vetëm Shqipëri, po në gjithë botën. Unë mendoj se edhe këto rrjetet sociale janë fatkeqësisht një lloj shfryrje e njerëzve. Pra shfryen aty dhe pastaj duket sikur e bën punën e tyre. Po puna pa fakte, pa dalë realisht në shesh, pa vënë emrin në padi që shkojnë në organet ligjzbatuese, praktikisht s'ke bërë shumë. Por si detyrojmë dot njerëzit të sillen siç duam ne,
Të respektojmë çfarë. Shiko, ti kur ke marrë në shtetësinë zvicerane, me siguri ke dhënë ndonjë provim edhe për njohjen e gjuhës, të kulturës, të historisë zvicerane. E vërtet. Kështu që mund t'ia thuash ti shqiptarëve se kur e them unë e kam me të lexuar, se kam sajuar vet, por kur e them se si e kanë bërë kushtetutën zvicerane, më thonë jo, ata janë popull tjetër, janë tjetër ADN, tjetër kulturë, tjetër histori. Po thuaj pak, ka qenë e pasur apo e varfër Zvicra kur ka bërë kushtetutën në 848? Zvicra ka qenë shumë e varfër, madje ka pas disa momente, madje ka ardhur në ngritje që kur u shpall neutraliteti i Zvicrës, kur që 1568 që shpall neutralitetin, prej asaj kohe erdhën në ngritje pa duke pas një shtet neutral, dhe këtu kam një rast interesant ndoshta për ta përmend, ka qenë lufta e mbretit të Milanos me mbretin e Francës, dhe po them mbreti i Francës kishte marr stratioti, kishte marr këto ushtarët se kur bë 50 vjetori i marrëdhënieve diplomatike Shqipëri-Zvicër, mund zgjodhen një si nga shqiptarët e integruar mirë në Zvicër dhe më thanë shkruaj një pjesë, unë shkruajta këtë pjesë. Ka qenë një Merkur Buo, që ka qenë stratiot, ka qenë një general shqiptar në atë kohë, dhe ky ka qenë me ato 600 luftarët e vet në anën e mbretit, ndoshta po ja fus po ngatroj tani, o mbretit të Francës, o mbretit të Milanos, dhe e shpëtoi mbretin, po ishte duke luftuar kundra mercenarëve zviceran. Dhe bëri kaq shumë vrasje sa ata çketët masa e luftës kur të roqë, thamë ne prej tani do shpallim neutralitetin, kështu që unë ja them me shakan i them prej nesh e keni këtë neutralitet. Se që për shpas neutralitetit dhe prej atyre ata patën dhe lufta civile, protestant katolik, por kur arritën atë rrugën e përbashkët, pak a shumë demokracia që ti ken mendje që thojnë, shiko, nuk bim dakord për shumë gjëra, po për këto 10 gjëra do bim dakord. Dhe pastaj të tjerë zgjidhen me votë. Pikërisht. Të gjitha zgjidhen me votë. Dhe pastaj kanë parë. Pra kam të drejtë kur them që Zvicra nuk ishte vetë i pasur kur bëri kushtetutën, por kushtetuta i hapi rrugën drejt prosperitetit. Totalisht. Ma konfirmo pak të lutem si zviceran që a ishte me nivel të ulët arsimor Zvicra në vitin kur bëri kushtetutën? A ishte me një nivel të lartë analfabetizmi, me shkolla fetare që funksiononin vetëm disa muaj në vit? Tithet zviceran nuk janë shumë ngjashëm shqiptar, po janë shumë të ngjashëm. Zviceranët kanë qenë bujq, blektor dhe mercenar. Dhe që bënin kuvende në përmale. Patjetër, ngrinin dorën dhe merrnin vendime, siç i kishin ato kuvendet rreth Rrapit që njihen nga përpara, që merrshin vendime shqiptarë të parë. E më hershëm. Mos është ky një nga modelet që ka aplikuar Zvicra në kushtetutën e vet, për ky modeli i kuvendeve fshatare ku njerëzit mblidheshin dhe votonin me dorë, miratonin ose jo. Unë di se ka ende një kanton shumë të vogël, Uri ka qenë nga kantonet kryesor, por më duket se është Appenzeli, që është një nga kantonet, më duket që është nga më të vegjëlit, që ende ka votime të tilla për gjëra të caktuara. Por si Zvicra. Jo, në Uri e di se e kam vënë në profilin tim në Facebook fotografi. Kur ti e ke vënë unë mbi dakord, domethënë, sepse nuk i di të gjitha, por di them që në Zvicër votohet çdo 4 muaj për çdo gjë të mundshme. Madje nga herë vjet dhe si çudi, para ca ditësh me shaka, para 3 javësh ishte kjo nisma kundra 10 milion. Që mos bëhet Zvicra më shumë se 10 milion qytetar. E me thon drejtë tash, po, prap do votojmë, e mora Zarfin dhe e lash Shikmënjan. Nuk e hodha, po e lash Shikmënjan. Kur më thoti miku im, ore, është kjo nisma. Thashun, kjo ka ardhur tani, se kur e hapa Zarfin, ke një 10 nisma për të votuar aty, lokale, qendrore, por që nëse referendume votojnë zviceranët çdo 3 muaj. Unë po them afërsisht. Po unë po të marr shembull, pra në një herë në 3 muaj të vinë në atë letër ty në kantonin e Zyriut, të vjen një referendum qendror, një ligj kantonal, një ligj lokal, të vinë aty, mund të jenë 10 nisma që janë marrë nga qytetar, që shef gjithkohës në rrugë që kërkojnë mbledhin firma për të marrë një numër të caktuar për ta çuar atë në referendum, dhe nëse populli voton pro, parlamenti e ka për detyrë ta çojë përpara si nismë. Ne kemi 2 projekt ligje të depozituara në kuvend për referendumet, asnjëri nuk është marrë në shqyrtim kurrë, nuk ka hyrë në agjend. Një që e ka depozituar ish deputeti Dashamir Shehi dhe një tjetër që e ka depozituar ish deputetja në atë kohë Rodina Hajdari. Ka dalë Taulant Balla, në emër të grupit parlamentar të PS-s, ka thënë që do të kemi një ligj për referendumet, kemi bërë ne, Partia Socialiste, një projekt ligj. Edhe unë i hodha një sy këtij projekt ligji, e lexova të gjithin, madje me pak vështirësi se duhet edhe ta konvertoja, se konvertova në Word, dhe pash që vazhdojnë përpjekjet me artifice për ta penguar vullnetin e qytetarëve. Kërkohej quorum pjesëmarrje mbi 50%. Kërkohej quorum për votën pro që quhet e vlefshme mbi 33% të totalit atyre që kanë të drejtë vote, jo atyre që marrin pjesë në parlament. Totalisht pamundësi domethënë. Shkruajnë ligje të bukura për t'i bërë të pamundura. Por në ato budallallokun e tyre kishin vënë një gjë të mirë që s'e kishin menduar. Mos ja thuaj. Mirë, s'po e them, dakor. Mos ja thuaj se di. Një gjë tjetër e keqe që tregonte prap tendencën kundër, të paktën si ma kap mua Radakja, në referendum mund të ketë 2 palë që janë ose s'janë parti politike ose koalicione.
Mund të dalësh ti nesër të kërkosh një projekt ligj dhe unë të dal kundër dhe partitë të jenë indiferente. Po. Nuk mund t'i numërojnë votat partitë. Por nuk mund t'i numërojnë as punësit administratës që i zgjedh qeveria. Pra, nuk ishte parashikuar në projekt ligj që Pala ka të drejtë të çojë delegatët e vet, komisionerët e vet, dhe Pala jo, nëse ka delegatët e vet. Çfarë mund të mësojmë ne nga Zvicra? Si duhet të jetë? Pra duhet të ketë kufizim pjesëmarrje, quorum, pra pjesëmarrje minimale për vlefshmërinë, vot pro për vlefshmërinë. Si është në Zvicër? Sa njerëz e marrin nisë? Në Zvicër është 8.5 milion banor, mos gaboj. Duhet 100.000 banor, me sa di unë, që të votojnë për një nisëm që atë pranohet dhe çohet në parlament. Por duhet të jem shumë i kujdesshëm. Unë jam zvicerian, por nuk i di të gjitha. Jam shtetas zvicerian, por nuk i di të gjitha. Pra nuk e di këtë rastin se si bëhet. Unë di kush i numëron, kush si numëron. Unë di që atje ka një ndërgjegje shumë të lartë qytetare, por di që edhe mësuesit në shkolla me të vërtet kanë shifen si profesion i mirë, se kanë 12 javë fushime mbi të njërin tjetrën, por sa herë ka votime, kjo shtresë, ky profesion ose janë dhe disa tjera punonjës social, ata janë të detyruar. E kanë në kontratën e punës. Është pjesë e angazhimit social, e detyrimit ligjor. Kështu që nuk e di tamam si është, por di që kështu si është në Shqipëri, është totalisht e papranueshme. Qoftë edhe në momentin siç jemi tani dhe me partitë, që vetëm partitë e mëdha kanë të drejtën atje, nuk shkon fare. Ke armë? Jo, s'kam. Pse? Ka vetëm thika kuzhinë. Thika kuzhinë kemi të gjithë, po armë pse s'ke? A lejohet armë në Zvicër? Për të parë në Zvicër, shoh to tipat me xhinse, më shumë automatik thash, ç'a bëhet tu, se ku erdha. Do ishte 97. Dhe mora vesh që ishin ushtarë, ta çdo ushtar në Zvicër që mbaron ushtrinë, e ka të lejuar ta marrë armë në shtëpi, po pa municione. Municionet mbahen në mini bashki, në ato qendrat ku dëgjon të zona lokale, që në një rast lufte këta janë të gatshëm të shkojnë paraqiten. Nuk është detyrim ta ketë çdo kush, pra as ata nuk e kanë për detyrim, po e kanë të drejtë. E kanë të drejtë, madje si qytetar më duket se të qëndron e drejta të marrësh armë, por kur ke një polici që të përgjigjet, kam atë rastin që kam nxjerrë në Facebook që kanarët janë zhyt dy veta me polumbar për gjetë çelsat e mi që ran liçen, polic. Kjo tregon se çfarë është taksa paguesi në Zvicër. Kështu që 2 polumbar për të gjetur. Të tregoj foto apo nuk shko foto këtu? Jo, nxjerrë foto, tregoja kameras ti. Ja ta gjej një sekondë. Mua më ran çelsat një herë në liçen Zyriut, kisha tu pi kafe diku në një nga këto kafet buzliçenit. Edhe mbin çelsat e i them unë asaj zonjë, sa thellë ashtu, se thash po zhytem po e kap. Tras policinë i thash, vash pse si hodha me qef, se thash se do më denonconte. Jo, tha vi zhytem për ty. Ky muhabet 2014. Po hajde të zhustiri herë. Shifçi, ku t'ia drejtoj kamerës? Ja, kjo kamera këtu. Dallohen këtu policët? Që ti bëjmë më shumë? Se kjo është spektakel. I dallon këtu polumbarë që po më japin çelsin dorë? Ua. Kështu që kur ndodhi kjo, jo armë ke shtëpi, po i ke domon të përgjigjen dhe kjo është gjëja e bukur. Me vërtet Zvicra ti merr taksat, po ti shikon ç'a bëhet me taksat e tua. Edhe për taksat, ti marrin taksat e zëm një kishë zonës do të, ku dëgjom, kullën e këmbanës do ta ndryshojë dhe është me para nga taksa paguesit. Pyetën taksa paguesit a janë dakord apo do që me këto para të bëjmë atë fushën te shkolla atje. Është sistemi mrekullueshëm, do që ti merr dhe i pagon me qejf taksat. Tash unë do të bëj një pyetje, por nuk u përgjigje ti, do përgjigjem vet. Në Shqipëri po diskutohet ndarje re territoriale, se nuk mjaftoi ajo reforma e famshme që u bë, tani po bëhet një tjetër, me sa duket prapë do bëhet me votat e majorancës. Ajo që më çudit mua në diskurin që po ndodh këto ditë në Shqipëri është që flet PD-ja për opinionin e vet, apo në një parti tjetër, po askush nuk thotë orë qytetarët çfarë duan. A duan që të ndryshojë harta apo jo? Si ndodh ndryshimi i hartës në Zvicër? Si shkrihet apo krijohet një bashki? Është pyetje që nuk ja di përgjigjen, kështu që përgjigju ti. Okej, po përgjigje mund meqense e kam studiuar në këtë pjesë, çdo ndryshim i kufive, qoftë shkrirje të 2 komunave në një apo të ndarja e një komune në 2, bëhet me referendum. Interesant. Dhe kjo është kaq e vërtetë sa që unë, nga që u bëra shumë kurioz për mënyrën se si funksionojnë bashkitë në Zvicër, kërkova qëllimisht të gjeja bashkinë më të vogël. Dhe gjeta një bashki që kishte 56 banor. A ne nga Ticino duhet jetë, nga Tesina. Nuk e mbaj mend se ku ishte, po në zonë malore sigurisht, po vetëm 56 banor që nuk pranonin të shkriheshin me asnjë bashki tjetër. Kërkova në internet, gjeta faqen e internetit, kishte faqe e internetit. Kishin një këshill bashkiak me 5 fatar, domethënë 51 kishin zgjedhur 5 që të drejtonin çdo 10 nga 1 bashkitë. Dhe këta në faqen e internetit bënin konsultim publik. Dhe thonin kemi kaq mi
franga zvicerane buxhet, me këto mund bëjmë njërin nga të dyja. Ose do rinovojmë ish shkollën 8 vjeçare që është braktisur sepse nuk ka më fëmijë dhe të mundohemi ta bëjmë guest house, të presim turist, ose të shtrojmë rrugën nga shtëpia e filanit te shtëpia e filanit, jo kuptimin privat, po për pikë reference. Dhe për këtë kërkoj konsultim online nga 51 banorët e tjerë. Urta. Tash pra, demokraci direkte, ka më bukur? Po kush e keqja me këtë? Po pse më thon mua që je psikopat, je budallaj që kërkon demokraci direkte? Kjo është e mrekullueshme, s'ka e keqe, po kaç, këtu jam mësuar gjithë fatkeqësisht, dhe unë pash edhe me një rast që posova dje nga Himara, në 10 metra katror, në 5 minuta mblodha 2 qese me plera. Dhe më qan shpirti si vazhdon akoma kjo. Dhe dikush më tallën si pys fare unë, madje çunat e mi kanë bërë ti që vin babi ka ve i pleri, them babi, jo të gjitha plerat kur e marrim si aksion se s'do mbledhim, po jo plera, po dhe gozhda të ndryshme, gjëra që janë të rrezikshme për fëmijët. Dhe du më thënë me këtë që kemi diçka në mentalitet që na ka lënë ndoshta nga koha diktaturës që i vodhi disave dhe i dha disa tjerëve që njerëzit kujtojnë se shteti është për t'u vjedhur, apo vullnetarizmi shihet si diçka e keqe sepse në atë kohë ishte me detyrim. Po fjala vullnetar tani është turpshme. Në Zvicër të marrësh të jesh vullnetar diku është detyrim, për shkak ka ca që duhet bëjnë ushtrin, zgjedhin ushtrin, ka ca që bëjnë shërbim civil. Dhe ajo është diçka vullnetare që ti jep ndaj shtetit, ndërkohë merr edhe të mira, se mëson diçka, mëson një zanat. Mëson zanatin, mëson edhe kulturën e punës së njërin tjetrën, dhe nesër këto të hyjnë punë. Ndërkohë që te ne e përbashkëta shihet si diçka për të shkataruar dhe kjo fillon që nga institucionet, po kur e shoh te njerëzit, më vjen keq dhe mendoj që është detyrë e madhe që të paktën me fëmijët të punojmë, ndoshta të futet kjo kultura, të futet edhe nëpër shkolla, ose thjesht duke dhënë shembullin ai sa kemi fuqi. Okej, atëherë në terma më konkret, çfarë duhet presim ne nga diaspora? Nuk është se keni për borxh, s'keni detyrim. Po ne duam të shpresojmë që diaspora mund të ndihmojë. Si mund ta ndihmojë diaspora Shqipërinë? Ka diçka që e kanë bërë këto kohë të fundit dhe nga janë gëzohem, nga janë edhe habitem, sepse që mbasi filluan protestat, kanë dalë shumë njerëz nga diaspora që nuk ishin, si kisha dëgjuar një herë duke fol kundra keqeverisjes. Edhe herë i pyesi them, "Ore, ç'ne ti domun deri 2025 ke votuar Ramën, ç'ne dole tani?" Jo, pa pamja zvërnecit na preku. Nga janë them shqyr që ju hapën syt. Po nga ana tjetër duhet dhe shumë kujdes sepse po ka shumë njerëz që ndoshta për shkak se ne realizojmë votin e diasporës dhe tashmë të gjithë flasin për diasporën, po shohim edhe një lloj protagonizmi se çfarë mund kapim në zgjedhjet e tjera, apo si mund dalim reklam. Unë mendoj që koha do t'i tregojë të gjithë ata që kanë interesa të pastra për vendin apo që kanë interesa për veten. Mirë është që të bashkohen, po ka shumë nisma, jo ka dalë diaspora akademike, jo ka dalë një tjetër diaspora e bashkuar, nuk e di. Ne qëndrojmë te kjo jona, diaspora për Shqipërinë lirë. Për sa kohë Shqipëria s'është e lirë, vazhdojmë me këtë dhe i bëjmë thirrje profesionistëve në ato dalje që ne kemi që të bashkohen, sepse kemi një strukturë me grupe pune që kanë bërë punë që ka dhe një historik. Çfarë duhet presim? Ne duhet presim e para një ndryshim mentaliteti. Pra diaspora kurse si nuk duhet mendoj që ne jemi shpresa dhe vetëm ne jemi më të mirë, sepse e dëgjoj shpesh këtë dhe më vjen me plas. Nuk kemi ne më të mirët. Ne madje jemi pak më frikacak se ju që jeni këtu. Nëse e marrim këto terma, sepse ne kemi ikë dhe po përballim nga atje, ju po përballeni këtu. Kështu që un kam respekt madhor për këtë pjesë dhe përmend në çdo dalje time, kështu që një bashkim i shqiptarëve me integritet këtu, me shqiptar me integritet jashtë, që me të vërtet duan të bëjnë diçka të mirë për vendin, do jetë gjë shumë e mirë për vendin, se si do vi kjo, unë nuk e di, vota është një mënyrë, sidoqë në votimet e fundit gjykoj që ka pas ndërhyrje dhe KQZ nuk ka bërë mirë që ka njohur rezultatet në ato zona ku nuk i ka paguar parat DL-s, sepse i thot nuk ke thy kontratën, por ndërkohë rezultatin ja njeh, por kjo është çështje ligjore që duhet ndjekur. Pra duhet një bashkim në një mënyrë, nuk e di se si mund të vi kjo, nuk e kam të qartë, sepse nga partitë aktuale nuk mund ta presë që të fusin këto kuota për diasporën. Jo, nga partitë aktuale. Kështu që ne duhet të vetë organizohemi, të paktën si diasporë për Shqipërinë Lirë kam për detyrë ta them që në 2025 kur nuk doli asnjë përfaqësues i diasporës në parlament, ne vendosëm që do bëjmë do kthehemi në strukturë politike për të mbledhur vota kur t'i vi dita, nuk jemi ende gati, nuk jemi ende në mënyrë të qartë se si kjo do shkojë, sepse duhet energji, financa, të gjitha këto gjëra. Por zemrën e kemi vendin në dur dhe duhet vazhdojmë me aq sa kemi fuqi, të çojmë përpara, gjërat edhe rrjedhin nganjëherë, nuk ke pse i forcon. Në 2017 u duk se do të kishim një parti të re politike me nismën e 2 përfaqësuesve të diasporës, Shenasir Rama dhe Grit Rroi. Brenda 6 muajsh nuk u fol më për atë forum politik apo lëvizje politike që mund të shndrojnë parti. 4 apo 5 vjet më vonë pas largimit të Shenasir Ramës edhe të Grit Rroit, ose më saktë kthimit të tyre në SBA-s, ata atje jetonin, u duk sikur Evi Kokalari do të kishte nismën për një
parti tjetër të diasporës gjithashtu dhe u tret edhe ajo. A do të jetë Shqipëria e lirë, më fal diaspora e lirë për Shqipërinë e lirë e treta dhe e vërteta, nisëm? Ty të lumgoja, po ke gjitha këto që the, duke hequr emrat, pra s'po flasim për emrat, për sa kohë një nisëm vjen dhe duket si nisma Kaçit, nuk është në rregull. Duhet të jetë grupim njerëzish, duhet të jetë njerëz të shpërndarë në gjithë botën, që dalin, që flasin, që sjellin nisma. Për sa kohë është 1-2 persona që duan të sjellin diçka, nuk po bëjmë gjë ndryshe se këta që janë këtu. Kështu që kjo është forca e diasporës për Shqipërinë lirë, që ka njerëz në 23 shtete të botës, me disa as nuk njihen personalisht, si më taku ndonjëherë, të japim nga vetja, dikush ka ulje ngritje se aq me unë jam me 3 fëmijë për shembull dhe kam dhe unë lodhjet e mia. Kur ulet njëri ngrihet tjetri. Dhe kjo është pra forca e grupit. Dhe në këtë grup ta forcojmë dhe më shumë në bashkim dhe me njerëz nga këtu brenda dhe kështu besoj do vi një forcë e madhe që do sjellë diçka konkrete me demokracitë brendshme. Unë ta thash në një komunikim që ne patëm. Ne ngaherë lodhemi brenda se kemi kaq shumë demokracitë brendshme, kaq shumë diskutime, sa ngaherë as në kryesi nuk bim dakord që do flasim për një temë, e kur na vjen me u dakordsu për atë temën i ka i kohë, se më thënë ka qenë para javë. Kështu që po është gjë e bukur. Domethënë kjo është Shqipëria që ne duam. Ka thënë Rama në një nga perlat e veta të intervistave, Zvicra është një vend shumë i mërzitshëm, sepse ka shumë rregulla. Unë besoj që ka qenë e sinqertë ajo batuta e Ramës. Sinqerisht ta them. Domethënë merre Ramën çoje sot antar të Këshillit Federal të Qeverisë Zvicrës, ai kryeministri s'bëhet dot se ai ishte askush në Zvicër. Eksakt, pra, ai nuk ishte fare i lumtur të ishte në Zvicër, kur ti thonin që shiko se ka një rregullore për këtë, tenderi bëhet kështu, prokurimi bëhet kështu. Këtë do ta miratoj kjo zyrë urbanistike, kjo zyrë e trashëgimisë. O kaq se ndihem shumë rahat me ty sot, po futesha në det parë se të nisha me një mikun tim, i thash sa dorëzova i tender në orën 1:30 natës, thash se po mik të truri, se na e shtyn atë deadline-in, na e shtyn për 3 gusht. I thash e kisha gati, kishin punuar 10 veta nga kolegët e dorëzova, pse tha tender ishte kështu, tha i pa prek, si i pa prek thashun. Para si bëhet fjalë i pa rregulluar. Tu tha vjet tenderi thotë është filani, domthon as mos u fut fare se bëj ofertën kot sa për sy e faqe. Kjo është për të ardhur keq. Domethënë Rama me mentalitetin, po jo vetëm Rama dhe Berisha me atë mentalitet që kanë, s'do ishin askushi në vende ku ka demokraci, me thënë drejtën. Ktu ne krijojmë kultin e njëshit dhe ne kësaj duhet i ikim. Po si ikim kultit njëshit, s'kemi bër asnjë gjë më shumë. Unë më mirë zhdukem se kanë këta njerëz që thonë, "Oh, bravo ti duhet të jesh kryeminist." A vash më ku dola kryeminist? Kush jam unë? Ose kush je ti? Ne jemi njerëz që ngrihemi për kauza, po s'patëm grup që të sjellim njerëz përpara dhe pastaj të zgjidhesh në atë pozicion, që është një përgjegjësi shumë e madhe, si jemi rrugën e dur. Në 2002, falë që po shkoj prapë në kohë, po jemi prapë ke teatri, prapë te demokracia. Në 2002 propozoi Rama atëherë kryetar bashkie të shembej teatri dhe të zëvendësohej me një kull që kishte në 2 katet e para teatr. Siç na ka prish kinema Republikën aty. Dhe ne filluam të reagojmë, lodhëm firma për peticion kundër, kërkuam shpallje monument kulture, edhe po tentonim të ndikonim tek Pandelim Majko që ishte kryeministri që pati një mandat të dytë një 5 muaj. Po. Dhe marrim vesh nga burimet brendshme në PS që në mos gaboj ishte këshilltari i Majkos në atë kohë, Ikli Totozani, ose shef kabineti i Majkos, nuk e shumë i sigurt, një nga të dyja, i kishte bërë një memo Majkos shumë të rrept kundër shembjes teatrit. Pra tregonte që ishte njëri i pakapur nga korrentet e PS-s dhe kishte dhënë mendimin e vet. Dhe kur e morëm vesh këtë, tha moret, po pim një kafe me këtë djalë ta njohim. E ti themi faleminderit sa na ka bërë një nder. Ai ja bëri Shqipërisë, po edhe neve i direkt na e bëri nder. Patjetër. Po. Dhe thrasim në takim, vjen, i them, nga tërë ty kjo? Ky ndriçim hynor që domethënë zbuluam me një aleat brenda në kryeministri. Më tha, unë kam jetuar në Zvicër, tha, kam studiuar në Zvicër. Atje tha ngjyrën e oxhakut të shtëpisë nuk e ndryshon dot pa leje. Mos ta hap plagse. Sa kemi marrë një objekt që ku po e shoh për shtëpi duhet marrësh leje për pemët që do vesh mbaçe. Duhet japi ai ç'a quajti parqeve, do në zyra e parqe duhet japi se ç'a pemë duhet vesh në filan vend. Është e bukur, është e lodhshme, por funksionon. Unë e kisha mbyllur këtë historinë e largimit nga Shqipëria mbas 2020 se e mendova prapë me shefin e teatrit dhe vendi vetëm që mendoja që do doja të migroja ose të kërkoja azil ishte Zvicra. Rikthehemi tek partia. Pra më thej që do të jetë një parti me demokraci të brendshme. Më thej që modeli i njëshit na ka prishur punë dhe partitë ekzistuese i kemi të bazuar te modeli i njëshit. Si do garantoni ju që njëshi nuk do ta marrin kontroll këtë parti të re që do krijoni? Po, ajo ende nuk i ka instancat e brendshme,
por për rastin që flasim sot që jemi ende lëvizje, Asambleja e Përgjithshme është institucioni më i lartë në lëvizje. Përsa kohë Asambleja e Përgjithshme nuk e voton diçka, ajo nuk bëhet. Kaq e thjeshtë është dhe me këtë mentalitet, madje dhe ideja është që lëvizja të ngelet si lëvizje. Partia të jetë për të përfaqësuar pasaj diasporën, madje të kenë një lidhje ku të jetë si think tank, pra idetë për projekt ligje, për nëse do vim një ditë që do jemi të përfaqësuar, të vinë nga kjo lëvizje ku janë profesionistë të gjitha fushave të përzier. Pra duhet të ketë struktura të qarta, ndoshta në modelin zviceran, se si merren vendimet brenda, se kush zgjidhet dhe se si ruhet kontrolli. Okej, po sipas modelit zviceran unë do bëhem antar. Hajde, bujro. Jemi ndoshta afër fundit, se kemi thënë që do ta bëjmë pak shkurtë, pas kemi edhe 10 minuta kohë. Rikthehemi te protesta. Numrat kanë rënë. Ky nuk është lajm i mirë, por nuk është as tragjedi, sepse ka qenë e pritshme pas 60 ditës, pas vapës, pas impenjimeve që kanë njerëzit, dhe unë besoj që në shtator do të ketë prapë ringritje të numrave. A mendon se duhet ndryshojë diçka apo duhet vazhdojë kjo strategji që ka qenë? Unë mendoj se numrat mund të kenë rënë në sasi njerëzish, por nëse i shef numrat sa ditë zgjatur dhe po të masër sa protesta janë bërë në përbot, kap numra që s'kan qenë. Nuk diskutohet kjo që është rekord. Po mundohem ta kthej pozitive. Nuk diskutohet fare. Jo, absolutisht. Patjetër ti pozitive nuk e kanë mbledhur kur kaq njerëz dhe kaq gjatë. Pikërisht. Kur, patjetër. Pikërisht. Madje ajo që ka qenë e bukur për armat atomike atëherë ishte kimike, ishte shumë më e shkurtër si protestë. Unë mendoj që duhet ndryshojnë gjëra, mendoj që faktori i surprizës, për sa kohë flasim që aty është një grup shumë heterogjen, është diçka që i sjell risip, marrë të shembull një studentëve që sollën atë pankartën në erdhi fundi. Ajo diçka komplet re. Një ditë dolën po studentët me ca pankarta që kjo është pasaporta për të ikur jashtë për universitetin. Duhet të ketë shumë gjëra, por unë mendoj se duhet të ketë edhe mënyra për shkallëzimi, por kjo duhet vi pak edhe me masivitet, pra për shkallëzim në mënyra demokratike, s'është vetëm për shkallëzim të jetë vetëm dhunë, ka mënyra se si mund të tregohet pa kënaqësi ndaj qeverisë. Ne që kemi kontakte jashtë vendit kryesisht, me kancelerit huaja, me europarlamentar, me njërin, duhet të shfrytëzojmë maksimum, dhe kur them ne, nuk e kam vetëm ne si lëvizje, kushdo që ka le të bëj, sa më shumë. Ne kemi dhe kartën e dyshtetësisë, se kanë shumë njerëz. Unë them gjithmonë shfrytëzojeni. Ti ke një europarlamentar që po pagohet, fjala bie nga Gjermania, edhe me takset e tua si shtetas gjerman, që të flasin në atë grupin për Shqipërinë, merre para përgjegjësisë, ta bëj detyrën e vet. Duhet të shfrytëzojmë çdo lloj karte që kemi, edhe mediat ndërkombëtare, por presioni i brendshëm duhet të jetë i madh. Duhet të mbështesim njëri tjetrin, duhet të kapim për dorë kaç çdo kënd që nuk ka qenë ende aty, apo që doli dhe ditë e tha, bukur ishte, po u lodha. Ti lodhesh, pa i nuk lodhet duke vjedh. Ata vjedhin për ditë, madje për ditë dalin me mënyra të reja se si ta perfeksionojnë vjedhjen. Kështu që ne duhet jemi më vigjilentë se këta, duhet mos ta lejmë të bie momenti. Atë shqetëson ty narrativa në mediat botërore që unë guxoj të quaj në këtë rast globaliste, që vazhdojnë të flasin vetëm për Kushnerin, për dhëndërin e Trumpit, për vajzën e Trumpit, dhe nuk të artikulojnë asgjë nga kërkesat e tjera themelore që ka protesta. 2 intervista tilla kam pasur. Dhe është duhet të jetë dhuntia jonë e të intervistuarve ta rikthejmë atë. Pra, na dolin gjëja parë Trumpi, ose më intereson fare Trumpi, thash. Mund të jetë kushdo ai që do ta blej ose Kushneri. Mua më intereson si e trajton kryeministri i Shqipërinë, si e trajton vendin e vet. Dhe është detyra jonë ta kthejmë narrativën. Patëm edhe një debat me një vajzë në fakt shqiptare në Zvicër, sepse në këto proteste që kemi organizuar në Zvicër, vinë dhe njerëz me flamurën e Palestinës, me atë kunafën që është, or janë mirë pritur, mund vinë dhe me flamurë ku dëgjon, me çador komunitetesh që janë duan të vinë aty, pse tha kjo se shihet se janë antisemite, dhe ne i kthym përgjigje ku i argumentojmë, dhe na kërkoi falje. Pra, është detyra jonë të jemi aktiv dhe me këto media ndërkombëtare, se sot i kemi mundësi kaq të lehta të ngrejmë zërin ndaj çdo lloj padrejtie, se kush më aq sa mundet që mos ta lejmë narrativën shkoj aty, sepse ato janë media që për shkak të anës kundër politike i intereson ta kthejnë të tillë. Po ne kemi argumente boll për t'i treguar për çfarë flitet. Por më ka shqetësuar gjithmonë kjo, sepse unë s'kam dashur kurrë që protesta në Shqipëri të përdoret politikisht nga Partia Demokratike Amerikane për të fituar pikë për zgjedhjet e mesmandatit që janë këtë nëntor në Shtetet e Bashkuara. Dhe nuk ka shqetësuar asnjëherë fakti që është Kushner apo është dikush tjetër, apo që Kushner është çifut ose jo. Mua më shqetëson kryeministri im që kur i bie telefoni, merr helikopterin, shkon në jahtin e një miliarderit huaj, dhe atje vendos të ndaj copa Shqipërie. Moras nuk i bie telefoni fare, po e merr vet aman ku je, çfarë të jap. A e pe me Macronin që kishte atë Albanin fazë pe ja tregonte. Ajo logjikë, shkon aty të shkon se kemi këto projekte, çfarë do ti? Shqipëria s'është plashkë këtyre. E këto nuk kuptojnë,
Dhe ne e kemi për detyrë çdo njeriu dhe afër nesh se kupton këtë, se ka njerëz që nuk e mendojnë kaq gjatë, t'ia shpjegojmë që përbashkëta, sado dhe pronë private tjetë për sa kohë zonë mbrojtur, duhen parë ligjet. E ke parë këtë filmin Albanian Calls? Jo. Në fakt është video prezantim, po mund ta quash edhe dokumentar. Ka dalë së fundmi apo? Po, nuk ka shumë kohë, muaj ka që ka dalë. Janë 53 arkitekt, këta që janë edhe në libër, që flasin me video dhe tregojnë për raportin personal me Ramën. Po. Unë e pash edhe thash, po mirë, këta që më thonë mua që ka SPAK, që SPAK është i pavarur, që SPAK-u po bën namin, po lufton korrupsionin. Pse nuk e thrasin e Ramën për të sqarime? Sepse 53 intervista me video dhe audio, pra ku vetë ata tregojnë si e kanë takuar Ramën, si i ka thirrur Rama, si i ka thënë do bën një projekt si të them unë. Ndërtuesin do të ta gjej unë. Truallin do të ta gjej unë. Dhe pastaj po këta thonë që kur ka pengesa ligjore siç kanë BE që të mërzisin, që ka shumë rregullore, me Edin zgjidhet. Problemi është i pëlqej Edit projekti thonë. Po. Për mua ajo është provë për hetim nga prokuroria, s'ka nevojë as ti kërcosh letër porosi, as të çosh prokurorët atje ku janë arkitektët ti marrësh në pyetje sepse e kanë thënë vetë dëshmin. Mund ta bëj organizata juaj një kallëzim në SPAK bazuar mbi librin dhe mbi videon. Ne mundohemi të bëjmë gjëra që shohim që me të vërtet mund t'i kopsisim me anë ligjore dhe këto marrin dhe kohë, me thënë drejtë. Patjetër. Kështu që një nga ato ka qenë Albanian File, që unë edhe bleva si libër si libër në Zvicër, sepse doja ta dorëzoja SPAK kur pash ato aktivistët që shkuan. Unë e shkarkova pirate, kopje pirate. Edhe unë pata fatin që as nuk e hapa si libër dhe e ktheva dhe ai më pyetja i shtëpisë botuese, mund pyesta pse e ktheve? Po, i thash unë se ishte zyryer. Se ky kshu i rum paret, pra kshu i fsheh që nesër po t'i vinë i drejtësia, thotë kam bërë këtë libër, është shit në Zvicër, kam marrë kaq miliona, kam bërë këtë artin, e kam nxjerr në Basel. Pra janë mënyra se si ky t'i fshihet atyre, por po mund të bëhet diçka dhe për Albanian Files paktën atë ne po mundohemi ta bëjmë sepse aty ke fakte kur aty janë vizatuar vendime që ende s'kan hyrë apo ende s'kan ndryshuar ligjet dhe në bazë të atyre ndryshojnë ligjet pastaj, ajo është patjetër pa rregull dhe pa ligjshëm në gjykimin ton. Por zgjedhim betejë të kaq se kaq fuqi kemi në funditës, me thënë drejtën. Domethënë me i bëj gjërat që t'i bëjmë saktë. Jemi në 3 minutat e fundit, thuaj ç'të duash, çfarë nuk të kam pyetur unë, por këtë dashur ti ta thuash. Po unë nuk knaqem, me thënë drejtën, shijova shumë bisedën, thirrja është vetëm për njerëzit që na dëgjojnë. Të mos lodhen së bëri aq sa munden. More një plerë të ngrenë te plazhi, le ta bëjnë. Një padi, e di sa kollaj bëjmë padit sot. Mund të marrësh 2-3 juristë bashkë i ul, mos them që mund të përdorësh dhe inteligjencën artificiale, pra të bëjnë çdo gjë që munden sepse të paktën frika është vrarë. Këtë po bisedoja me disa përfaqësues tuaj këtu që patat sa biseda për protestën dhe thanë jemi ne të mahnitur se si është ngritur populli, është dita e 60 sot dhe janë aty, nuk kanë më frikë të nxjerrin fytyrën, por duhet jemi të kujdesshëm, duhet ta çojmë qëllimin deri në fund, sepse me këtë regjim që jemi gjasat janë që këta po përgatisin dosje për këtë do, pra nëse kjo shuhet me inatin që ka Edi Rama që e ka treguar gjithmonë, do dojë t'i kthehet njerëzve dhe ne pranaj duhet jemi dhe më të fortë ndaj dhunës policore, ndaj dhunës ligjore, ndaj intimidimit, mos bëjmë prej fare këtyre të vazhdojmë me kokën lart, se jemi rrugën e drejtë. Okej. Atëherë të shpresojmë që gjëra më të mira dhe ditë më të mira për Shqipërinë do vinë, edhe besoj që edhe me sot jemi munduar të dy bashkë të lëvizim pak një thërmie rëre në atë murin që i duhet Shqipërisë. Edhe do jemi besoj edhe në të ardhmen prap. Patjetër. Aleat për të mirën e Shqipërisë. Shumë kënaqësi. Faleminderit shumë për bisedën. Këtu përfundon emisioni për ditën e sotme dhe siç u thash edhe për sezonin. Ju le takim në shtator. Miropafshim dhe pushime të gëzuara.